Rreth orës 04 të mëngjesit sotëm, një lokal në zonën e Qafshtamës është përfshirë nga flakët, duke u shkrumbuar plotësisht së bashku me bujtinën përreth. Si pasojë e zjarrit të rënd, janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Sipas pronarit të objektit, Bukurosh Balliu, dyshohet se shkak i ngjarjes kanë qenë luhati të tensionit elektrik, të shkaktuara nga erët e forta. Këto luhatje mendohet se kanë shkaktuar shkëndijë elektrike, të cilat më pas kanë çuar në përhapjen e flakëve. Rreth orës 4 të mëngjesit, nga një shkëndijë elektrike është shkëmbuar nga zjarri bujtina dhe restoranti. Si pasojë kësaj shkëndije, dëmet materiale janë kolosale. Ne lutemi institucioneve dhe bizneseve të më ndihmojnë sadopak. Fatmirësisht, nuk raportohet për personat e lënduar, ndërsa autoritetet përkatëse po vijojnë punën për zbardhjen e plotë të shkaqeve të këtij zjarri.